për hir të vërtetës, ndan me etrit e tij biologjik, psikologjinë më mjerane, psikologjinë më të keqe të njeriut. Psikologjinë ndan me etrit e tij biologjik, armiqsinë e egër me kundërshtarin dhe përdorimin e çdo mjeti kundër tij, faktikisht kundër pluralizmit. Sot, në qoftë se i ati i tij në atë diktaturën totalitare në cilën kushtetuta e ndalonte disensin dhe mendimin ndryshe, firmoste varjen në litar të kundërshtarëve politik sepse thurnin vargje për lirinë apo për Kosovën apo për të drejtat e njeriut, sot bastardi i tyre, pasardhësi i tyre me emër Edi Rama, burgos në vit elektoral, kryetarët e partive politike në mënyrë që të marrë me çdo kusht mandatin. Sot, në këtë diktaturë, një lloj si të parën, të gjitha pushtetet përqendrohen në një dorë. Përqendrohen në një dorë. Dhe ju e pat, ju ftoj mos harroni kur ditën e djeshme. Një ditë ju garantoj unë e pashembull në historinë e një shteti. Ku ditë në cilin kreu i shtetit, kryeministri, kryetari i parlamentit përballeshin me një prokuror që bënte ligjin, që donte ligjin, zbatoi ligjin. Nuk kisha pas skena në tronditse të them dhe e kam pa dhe një pat skena. Ditë më të turpshme në historinë e ligjit të botës dhe të kushtetutës botë nuk ka. Kur një prokuror në emër të ligjit ka vendosur të thrasë para ligjit në hetusi, ta pezulloj zëvendës kryeministrën mbi bazën e 1000 fakteve, mbi bazën e vjedhjeve të pafundme për të përgjigjur para ligjit. Por meqense aty ku është emri Belinda, siç e keni marrë vesh ju, aty është emri Edi Rama, meqense në çdo rresht ku ajo akuzohet është Edi Rama mrapa saj, tani çdo gjë duhet përfundojë te këmbët e saj.